Në Gostivar u zhvillua një manifestim përkujtimor, kushtuar 25 vjetorit të marrëveshjes kolonistorit, aktiviteti organizuar nga shoqëria Lëvizja, në të cilën historia, kujtesa kombëtare dhe mesazhet për të ardhmen u ndërthurën në një ngjarje të vetme. Në kuadër të manifestimit u promovua libri Flaka e Janarit, zjan nga i cili lindi UÇK, një vepër që sill në vëmendje veprimtarinë kombëtare, rrugtimin e organizimeve shqiptare, figurat e rezistencës dhe sakrificën e dëshmorëve. Për rëndësinë e kësaj vepre foli bashkëautori i librit profesor Besnik Rameti, i cili ka shkruar atë së bashku me gazetarin Bekim Adili. Rameti theksoi se vepra është rezultat i një pune shumë vjeçare dhe synon të ruajë nga rresa ngjarje dhe njerëzit që kanë lënë gjurmë në historinë e shqiptarëve. Sipas autorëve, libri është ndërtuar në 12 kapituj dhe përmbledh veprimtarinë dhe kontributin e një periudhe të gjatë, duke e parë kujtesën historike si një detyrim ndaj brezave që vinë. Flaka e Janarit është nder për ne sepse në këtë organizim 20 vjeçar dhe në mbledhjen e shoqërisë kultural-artistike Lulet e Marsis bashkë me kryetarin morëm vendim që të botohet edhe kontributi dhe aktiviteti i të gjithë ngjarjeve që kanë ndodhur për 20 vite, duke nda këtë vepër në 12 kapituj, duke filluar nga fjala hyrëse e deri tek fotografitë të cilët kanë vazhduar rrugës për të manifestuar dhe për të denëruar të gjithë dëshmorët e kombit, posaçërisht ato 3 figura që janë emblema jonë, domethënë, e ngjarjeve të rëndësishme, Vëllezër Jusuf dhe Bardosh Gërvalla dhe Kadri Zeka, dhe në këtë vepër, në histori, domethënë historia, nëse ne nuk do të shkruajmë, ne se do t'i lëmë në harres. Andaj këto 20 vite të ngjarjeve të cilët janë pjesë e aktivitetit është për të nderuar posaçërisht krijetarin e saj, Luan Veliun. Në këtë manifestim u prezantuan edhe konkluzionet e simpoziumit 25 vjet pasorit nga bilanci tek vizioni për të ardhmen të mbajtur në struk. Dokumenti, i prezantuar nga kryetari i shoqërisë Lëvizja për Maqedoninë e Veriut, Ulusi Beqiri, përmban qëndrime dhe rekomandime drejtuar klasës politike, institucioneve shtetërore dhe faktorin ndërkombëtar. U bëjmë thirrje Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, NATO-s dhe gjithë partnerëve ndërkombëtar që të vazhdojnë të mbështesin dhe të monitorojnë zbatimin e marrëveshjes koordinistë si garanci për paqen, demokracinë dhe stabilitetin në Maqedoninë e Veriut dhe në rajon. Devijimet nga parimet e saj nuk duhet të injorohen, por të trajtohen me përgjegjësi dhe vendosmëri. Shoqëria Lëvizja konsideron se dialogu politik, respektimi i kushtetutës, sundimi i ligjit, barazia qytetare dhe etnike, si dhe zbatimi plot i marrëveshjes së Ohrit, janë parakusht themelor për ndërtimin e një shoqërie demokratike, funksionale dhe të integruar në familjen evropiane. Në 25 vjetorin e marrëveshjes koordinistë të Ohrit, ritheksojmë se paqja nuk është një arritje e përhershme, por një përgjegjësi e përditshme. Prandaj u bëjmë thirrje institucioneve shtetërore, klasës politike, shoqërive civile, komunitetit akademik dhe partnerëve ndërkombëtar që të veprojmë me përgjegjësi për të mbrojtur frymën e marrëveshjes së Ohrit, për të parandaluar riciklimin e krizave politike dhe etnike, për të garantuar një të ardhme demokratike të barabartë dhe evropiane për gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Para të pranishmëve foli edhe kreu i shoqërisë Lëvizja Gjevat Bislimi, i cili vuri theksin të simbolika që mbar flaka e Janarit dhe lidhja e saj me kujtesën qendrëses kombëtare. Kënaqësi e veçantë si gjithmonë të jesh i pranishëm në ngjarje, momente të tilla, siç është flaka e Janarit, e cila u mbajt të ndezur 20 vite në Gostivar. Flakë e cila ka simbolikën e kryeherojit dhe kryeprofetit të kombit tonë, Gjergj Kastriotit. Flakë e cila mbartë simbolikën e bashkimit të organizatave patriotike, e 3 dëshmorëve dhe herojve të lëvizjes sonë kombëtare, vëllezërve Gërvalla dhe Kadri Zekës, të cilët u bën themeli i bashkimit të lëvizjes kombëtare në përpjekjet e mëtejme për çlirimin e tokave të pushtuara të Shqipërisë.
Unë ju përgëzoj të gjithë sa jeni këtu dhe ju uroj që gjithmonë të jeni bashkë dhe në këmbë për të drejtat e popullit shqiptar këtu dhe kudo tjetër. I pranishëm në këtë ngjarje ishte edhe kryetari i BDI-s Ali Ahmeti, i cili foli për rrugtimin historik të shqiptarëve dhe sakrificat e bëra ndër vite për realizimin e të drejtave dhe aspiratave kombëtare. Ne kemi realizuar aspirata të flakës së Janarit që nuk u shu kur, që e thanë historianit, që nga 1468 që është ndez me pushuar zemrës së Skënderbeut deri në realizimin e aspiratave të shokëve tanë të rënë për liri, që pas përfundimit të luftës së dytë botërore dhe fillimit të luftës kundër shqiptarëve të organizuar nga Beogradi me vazal në Shkup e në Podgoric për realizim dhe dëbim e pastrim të tokave shqiptare për 45 vjet me radh, 1925-1990 deri në shpërbërjen e Jugosllavisë. Perandoria jugoslave filloi rënimin 1981. Gurët e themeleve ju luajtën dhe i dham fund misionit ton në 2001 për 20 vite. Pa ndërprerë në kontinuitet të gjitha forcat patriotike, adhetar, burgosur, politik, misionar, bashkë realizuam një kryengritje të përbashkët. Në Kosovë shtet, në Maqedoni shqiptarët me shtet, me simbole kombëtare, me gjuhën e vet, me institucione. Tjetër është që këto bazar të vogël nuk e kanë lëviz dhe nuk e mbrojnë. Pak rëndësi ka kjo. Ne s'na dridhet qerpiku se të gjitha të arriturat i kemi jo dhurat, për me gjak. Dhe aty ku derdhet gjaku, as thahet, as lahet. Manifestimi vijoi me shfaqje një filmi dokumentar kushtuar 25 vjetorit të marrëveshjes komunistorit, duke rikthyer në kujtesë një nga momentet më të rëndësishme të historisë së re politike të vendit. Programi u pasurua edhe me pjesën kulturore dhe artistike ku interpretuan Sinan Zylvari, Begjet Jagodini dhe vëllezërit Nimet e Bari Zeqiri. Në përmbyllje u ndan mirënjohje për kryetarin e BDI-s Ali Ahmeti, kryetarin e shoqërisë Lëvizja Xheval Bislimi, si dhe drejtorin e flakës së Janarit Luan Veliu. Manifestimi u përmbyll me shtrimin e sofrës bukave lindjes, e cila u përcol si simbol i bashkimit, mikpritjes, rënjeve dhe kujtesës kombëtare. Një mbrëmje ku historia nuk u përkujtua vetëm si e kaluar, por u sol si një amanet për mbretërat e ardhshëm, për të ruajtur kujtesën, për të nderuar sakrificën dhe për të ndërtuar të ardhmen mbi mësimet e historisë.